Allahun Azza wa Jall e falenderojmë, prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë dhe madhërojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bërë pjesëtar të kësaj feje e cila është vetëm e pranuar tek ai në momentin dhe çastin kur bëjnë dobi malli e asë vladi. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka lërë të obliguara, obligime dhe adhurime të ndryshme, të cilët robi apo me të cilët robi ka mundësi që të afrohet tek Allahu Azza wa Jall në forma të ndryshme, duke ngritë dhe lartësu Allahun Azza wa Jall me gjymtyrët e Tij që e ka dhënë dhe shëndetin që ka, duke lartësu Allahun Azza wa Jall me mallin dhe pasurinë që e ka dhënë, dhe duke lartësu Allahun Azza wa Jall edhe me gjuhën e Tij, të cilën gjuhë ja ka dhënë çdo besimtarit për ta përmend Allahun dhe lartësu atë. Dhe sot do të flasim në pika të shkurta për dhikrin dhe përmendjen Allahut Azza wa Jall, pasi që Allahu Azza wa Jall e ka lënë ligj të Tij që pas çdo adhurimi dhe lartësimi dhe afrimi tek Allahu Azza wa Jall të pasoj falënderimi dhe lartësimi të Allahut subhanahu wa taala. Jo rastësisht ka mbet ligji i Allahut që pas faljes së namazit të përmendet dhe të bëhet dhikri që është pas namazit. Jo rastësisht ka mbet ligji i Allahut Azza wa Jall që pas mirësie që ai na jep neve, në atë ta falenderojmë dhe madhërojmë. Dhe ka mbet ligji i Zotit që besimtari edhe në fund të vitit, pas mbarimit të haxhit dhe pas mbarimit të adhurimeve, në përcjellje të vitit të hijretit, të lartësoj dhe falenderoj Allahun Azza wa Jall. Dhe këtu do të mundohemi në pika të shkurta të tregojmë vlerën dhe mirësitë që i ka ky falënderim me të cilin i drejtohemi Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu Azza wa Jall: "Fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra." Thot dhe kur të mbaroni me haxhin, kur të mbaroni me këtë adhurim të madh, fadhkurullaha, adhuroni dhe lartësoni Allahun Azza wa Jall, përmend në bënë dhikr Allahun subhanahu wa taala, ka dhikrikum aba'akum, dhe tjeni të bindur në këtë ashtu si njihni prindërit e juaj, ashtu si njihni prindërit e juaj, au ashadda dhikra, bile edhe më tepër se kjo. Allahu Azza wa Jall haxhilerët dhe besimtarët të cilët përcjellën Kurban Bayramin dhe haxhilerët të cilët janë në prag të përfundimit të haxhit, i urdhëron që të lartësojnë dhe përmendin Allahun Azza wa Jall. Dhe na si besimtar të cilët jemi në përcjellje të këtij viti kalendarik, që jemi në muajin e 12 dhe hemen se gjysmën e këtij muaji jemi duke e përcjell, është udhës dhe rendit ta falenderojmë dhe madhërojmë Allahun Azza wa Jall që na dha ymër dhe shëndet që ta përcjellim këtë vit. Na e mundsoj që të kënaqemi me agjërimin e muajit të Ramazanit, na e mundsoj që të kënaqemi edhe me therrjen e Kurbanit, edhe tani mo jemi në prag të përfundimit të këtij vitit. Dhe forma dhe mënyra e adhurimit dhe lartësimit dhe përmendjes të Allahut Azza wa Jall është në gjitha mënyrat. Këtu nuk kërkohet abdesi, nuk kërkohet që t'jesh në kam, nuk kërkohet që t'jesh ulën, por se gjitha format janë të mundshme dhe të pranueshme tek Allahu Azza wa Jall. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim." Thot dhe besimtarët të cilët lartësojnë dhe përmendin Allahun Azza wa Jall qiyaman, duke qenë në kam, wa qu'udan, dhe duke qenë të ulur, wa 'ala junubihim, po bile edhe duke qenë të mbështetur, duke qenë të mbështetur. Pra nuk është kush që t'jesh në kom për ta përmendë Allahun Azza wa Jall, nuk kërkohet që t'jesh ulën për ta përmendë Allahun Azza wa Jall. Bile edhe nëse je shtrirë, shfrytëzoj çastin dhe momentin, përmendë Allahun Azza wa Jall. Dhikri Allahut Azza wa Jall dhe përmendja e Tij është vetëm një gjon për të cilën do të bëhen pishman edhe xhenetlit. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma nadima ahlul jannati ala shay'in ashadda nadamihim ala sa'atin marrat bihim lam yadhkuru Allah Azza wa Jall."
thot xhennetlit do të bëhen pishman vetëm për një send, vetëm për një punë. Xhennetlit po flas njerëzit të cilët fituan xhennetin dhe u rahatun atje, megjithatë do të bëhen pishman për një punë. Thot pejgamberi sa do të bëhen pishman që ju ka kaluar një çast, një moment pa e përmend Allahun azza wa jall. Kam pas mundësi me përmend Allahun, ama i ka angazhu dunjoja dhe janë habit masaj dhe harun përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. O vëllezër, dhikri dhe përmendja e Allahut është punë e lehtë për gjuhën, por se ky adhurim është i rëndë dhe i madh tek Allahu azza wa jall, është i rëndë dhe i madh dhe i vlefshëm tek Allahu subhanahu wa taala. Jo rastësisht nga urtësitë dhe dobitë e përmendjes së Allahut subhanahu wa taala, përmendimi së është se me përmendjen e Allahut shtohet risku, me përmendjen e Allahut njeriu shërohet, shnoshet nga smundjet e mësyshit dhe sihirit. Njeriu me përmendjen e Allahut azza wa jall afrohet tek Allahu subhanahu wa taala, largohet nga sifatat dhe cilësitë e munafikut, dhe njeriu me përmendjen e Allahut ngritet tek ai dhe Allahu ja bën nasib lutjet e tia dhe ja pranon lutjet e tij. Dhe përmendim këtu rastin e Imam Ahmedit rahmetullahi alayh, i cili ishte duke udhëtuar me një udhtim të largët për me kërku hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndalët në një xhami për të pushuar atje, e ai pastruesi i xhamis e dëbon dhe largon Imam Ahmedin nga xhamia, duke mos e ditë se kjo është Imam Ahmedi rahmetullahi alayh. Dhe Imam Ahmedi del jashtë, mbetet në rrugë derisa e sheh një pronar i një fure i cili e pa Imam Ahmedin dhe u dhimbt, edhe pse nuk e njeh kush është, tha do ta marr këtë njeri, do ta gostis këtë mbrëmje në shtëpinë time. Dhe e mori Imam Ahmedin, dhe Imam Ahmedi filloi të përcjell këtë besimtar modest e devotshëm gjatë shtellimit të bukës, duke i përgatitur bukët që mi shit të nesërmën. Ai vazhdimisht thonte Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar walillahi alhamd. Vazhdimisht përmendte Allahun azza wa jall, ftallonte bukën, punonte, fitonte riskun me halal, megjithatë përmendte me gjuhën e tij dhe lartësonte Allahun azza wa jall. Dhe Imam Ahmedi e pyeti, tha o njeri, tha çfarë të shtiri që të veprosh kështu? Tha më shtiri që të veproj kështu, sepse unë duke përmend Allahun azza wa jall ndik natësinë e imanit në zemrën time. Dhe unë duke përmend Allahun azza wa jall nuk ka lutje që ja kum drejtua Allahut e ai të mos ma bëjë mu kabul. Tha vetëm një lutje, ala s'ma ka bëu kabul Allahu azza wa jall. Që kësaj lutje Allah ala s'ma ka dhënë gjevapin. Tha çfarë është, e pyeti Imam Ahmedi. Tha e kum lutë Allahun azza wa jall që të ma bëjë nasib të takoj Imam Ahmedin, ama Allah s'ma ka bëu nasib deri në ditën e sodit. Imam Ahmedi me lot në sy, i mërzit e i piklum, i tha dije se Zoti ta boni kabul dhe këtë lutje. Unë jam Ahmed ibn Hanbeli, Zoti më çoj në shtëpinë tënde, duke më përdhon njerëzën gjasën të majt, e lutja jote më sjellin në shtëpinë tënde. La ilaha illallah, ibadet i lehtë për gjuhën po i rënd dhe i vlefshëm peshorën Allahut azza wa jall, momentin dhe çastin kur do të dalim para tij. Dhe ne kështu dhe lutim Allahun azza wa jall që të na bëj prej zakirinëve, të na bëj nga ata që vetëm lartësojnë dhe madhurojnë Allahun azza wa jall, dhe të na bëj nga ata që largohen nga fjalët e kota dhe thashëthemet, të cilën s'na bëjnë dobi as në dunjë e as në ahiret. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا
اللهم انصرهم إخواننا المسلمين في سوريا اللهم أيدهم بتأييدك اللهم انصرهم بنصرك اللهم أعزهم بعزك إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Dhe të në plësën saftë, afroni me zërë.